e Krishtit do të lexojmë nga Dhjata e Re, është tek letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, kapitulli 8. Kapitulli 8 nga fillimi, Romakët. Tani pra, Romakët kapitulli 8 nga fillimi. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecën sipas mishit, por sipas frymës, sepse ligji i frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Ky është ligji i dhjatës të vjetër, sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit. Perëndia duke dërguar birin e vet në shembëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish, që të përmbushet drejtësia e ligjit në ne, që nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Sepse ata që rrojnë sipas mishit e çojnë mendjen në gjërat e mishit, por ata që rrojnë sipas frymës në gjërat e frymës. Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Por ju, thot apostulli Paul, nëse fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Nëse Krishti është në ju, trupi patjetër është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është jetë për shkak të drejtësisë. Dhe në qoftë se fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish banon në ju, ai që ringjalli Krishtin prej të vdekurish do t'u jap jetë dhe trupave tuaj vdekatar me anë të frymës së tij që banon në ju. Prandaj vëllezër, ne jemi dëbitor jo të mishit që të rrojmë sipas mishit, sepse po të rroni sipas mishit, ju do të vdisnit, por nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, ju do të rroni. Sepse të gjithë ata që udhhiqen nga fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë. Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie që të keni përsëri frikë, po keni marrë frymën e birërisë, me anë të së cilës ne therrasim Aba o Atë. Vetë fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë. Dhe nëse jemi bij, jemi edhe trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtar të Krishtit, nëse vuajmë me të dhe lavdohemi me të. Dhe shkojmë edhe në paragrafin 26. Kështu pra edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me pëshërëtima të patregueshme. Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shejtënorët sipas Perëndisë. Amen, fjalës të Zotit. E dini vëllezër dhe motra se deri në 315 paka shumë ishte shkruar simboli i besimit, por pa folur dhe pa u prekur as pak për ngushëllimin e për frymën e shenjtë me pak fjalë. Dhe në kongresin tjetër, pastaj, e morën përsëri simbolin e besimit dhe e shtuan frymën qiellore që u fut në simbol të besimit me pak fjalë, për frymën e shenjtë. Dhe kur u bë dita rreshajeve, të gjithë u pagzuan me frymë të shenjtë. Dhe të parën ditë shpëtuan 3.000 veta, më vonë 5.000 veta dhe pastaj mira. Dhe kështu fryma e shenjtë vepronte me fuqi të madhe,
ashtu sikur se vetëm me hijen e apostullit Pjetër kur kalonte, shëroheshin gjithë sëmurët. Të apostullit Pjetër, më falni. Por me kalimin e kohës, fryma e shenjtë vazhdoi të shuhet. Në 70-ën pas Krishtit, ku ishin apostujt, erdhen pastaj nxënësit e apostujve dhe pas vitit 120 paka shumë erdhen etrit e tjerë, domethënë apostujt. Por sikur se e dim nga historia e kishës, përpara vitit 200 pas Krishtit, ishte shuar fryma e shenjtë. Patjetër ekzistonte akoma si doktrinë, por edhe ajo kishte vazhduar të prishej si doktrinë. Derisa në vitin 300 pas Krishtit u shkruajtur nga kongresi i parë, simboli i besimit, dhe pas pak në kongresin e dytë që mblodhen u përmbush simboli i besimit. Kur nuk është fryma e shenjtë, e gjallë, përse? Sepse Krishti me të vërtet pakzon me frymë të shenjtë dhe me zjarr, por nga njeriu mvaret nëse do ta bëj të gëzohet dhe të lavdërohet në jetën e tij Perëndia, apo nëse do ta mërzis me anë të mëkateve të tij, apo akoma nëse e shuan pra frymën e shenjtë, në qoftë se nuk pendohet nga mëkatet e tij. Dhe akoma më keqja, në qoftë se largohet fryma e shenjtë, sepse akoma nuk është penduar. Shumë serioze, vëllezër dhe motra. Dhe në qoftë se tërhiqet, pra largohet fryma e shenjtë, atëherë thot fjala e Perëndis se vjen fryma e ligë që ishte më përpara tek njeriu, tek ai njeri, e shef shtëpinë e tij të pastruar, pra shpirtin e atij njeriu që kishte, dhe nuk futet brenda, por shkon dhe merr 7 frymra të tjera më të këqija nga ai, dhe të fundet e këtij njeriu të bëhen më të këqija se të parat. Sa e rëndësishme pra është që ne që i përkasim brezit të fundit, sepse fryma e shenjtë u dha në ditët e fundit në 1906 në një vend të varfër që ishte stallë përpara në Azusa në Los Angeles, dhe nga aty vazhdoi dhe u predikua ungjilli i Jezu Krishtit nëpërmjet frymës të shenjtë në të gjithë faqen e dheut. Por tani në ditët e fundit në të gjitha kishat fatkeqësisht ka vazhduar të futet vullneti i botës, dëshira e gjërave të botës, Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra, sepse dëshira e botës sjell vdekjen. Dhe ç'thot fjala e Perëndis? Thot diçka që është shumë serioze. Por përpara se të them se çfarë thot fjala e Perëndis, dua të flas për diçka që është një ligj frymëror i veçantë. Dhe thot: nëse rrojmë sipas frymës, le të ecim sipas frymës. Tjetër pra të rrojë sipas frymës dhe tjetër të eci sipas frymës. Kur rrojmë sipas frymës? Këtë e thot tek Veprat e Apostujve, ditën e Pentekostis, apostulli Pjetër, kur u bë predikimi i parë nëpërmjet frymës të shenjtë, duke thënë se çfarë do të thotë që të rrojmë sipas frymës. Dhe u tha Pjetri atyre që dëgjuan dhe u hap zemra e tyre: ju tha së pari pendohuni, rrëfeni pra mëkatet tuaja tek Jezu Krishti. Kush rrëfen mëkatin tek Krishti dhe heq dorë prej tij, do të mëshirohet, falet. E dyta, le të pagzohet gjithë secili prej jush në emër të Atit të Birit dhe të frymës të shenjtë në faljen e mëkateve, në mënyrë që vetëm kush beson dhe pagzohet shpëtohet. E treta, do të merrni dhuratën e frymës të shenjtë, sepse është për ju, për bijtë tuaj dhe për të gjithë ato që janë larg, të gjithë ato që do t'i tharras Zoti Perëndi. Dhe kjo zuri vend me të vërtetë, domethënë se si u shuajt fryma e shenjtë, sikur se tham, rreth viteve 200-250 pas Krishtit, dhe u rimëkën përsëri kjo, erdhi fryma e shenjtë, domethënë rreth 2000 vjet më vonë pak a shumë. Në 1906, dhe karakteristika katërt është që të rrojmë sipas frymës dhe me shumë fjalë dëshmonte dhe këshillonte që shpëtoni veten tuaj nga ky brez i qeroditur.
Kjo do të thotë pra nëse rrojmë në sipas frymës. Tani që të ecim sipas frymës, këto është pika kritike. Ato pra me gëzim duke pranuar fjalën e Perëndis, u pagzuan atë ditë 3.000 shpirtra dhe u shpëtuan. Kjo do të thotë që të ecin sipas frymës. Çfarë bënin? Rrinin dhe prisnin. Çfarë? Zotin. Së pari, në mësimin e apostujve, kudo që predikohej fjala e Perëndis, nuk mungonte askush. E dyta, në thyrjen e bukës, çdo ditë të parë të javës, por duke marrë trupin dhe gjakun e Krishtit për bekim dhe jo për mallkim, domethënë me pendes, duke u rrëfyer mëkatet dhe duke u kthyer, duke hequr dorë nga mëkatet, sepse nëse marrim pjesë në thyrjen e bukës pa qenë të penduar dhe pa rrëfyer mëkatet tona tek Zoti dhe pa na falur Zoti, pasi kemi falur edhe ne të tjerët, atëherë Perëndia të na ruaj sepse vinë sëmundje dhe mundësisht disa dhe vdesin. Sa rëndësishme është, vëllezër dhe motra të dashur, që të mos marrim në trupin dhe gjakun e Krishtit, të mos marrim pjesë në qoftë se me të vërtet nuk kemi rrëfyer mëkatet tona dhe të kemi hequr dorë që të ne ketë hequr mëkatet tona dhe të ketë hedhur në thellësitë e oqeaneve që të mos mund t'i gjej kusha. Pra e para, të ecim sipas frymës, e dyta të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit dhe çdo të dielë hanin së bashku dhe këtë e thonin tryezat e dashurisë. Pra, të gjithë së bashku bashkoheshin, çdo kishë domethënë, nëpër shtëpiat që mblidhenishin dhe hanin atë që kishin mundësi të hanin, por hanin së bashku dhe kishin me të vërtet pra bashkësi kështu me njëri tjetrin. Dhe në fund qëndronin në lutje. Shumë serioze, vëllezër dhe motra, që të lutemi dhe të qëndrojmë në lutje. Ku të bëhet lutje dhe kur bëhet lutje në kish, nuk duhet askush të mos mungoj. Nëse don që të ecë sipas frymës, që është edhe ligji, sikur tham, që flet tek Galatasit dhe dua që ta lexojmë, sepse shumë me bën përshtypje ky ligj. Thot shkrimi: të gjithë sa janë të Krishtit e kryqëzuan mishin e tyre dhe lakmitë e botës, si nga që rrojmë sipas frymës, duhet edhe të ecim sipas frymës. Kështu pra vjen tani apostulli Paul në kishën e Romakëve dhe vazhdon dhe shpjegon për gjërat e frymës të shenjtë, duke thënë se nuk ka tani me asnjë dënim për të gjithë ato që janë në Krishtin Jezus. Për të gjithë, jo për të gjithë, por vetëm për ato të cilët ecin sipas frymës dhe nuk ecin sipas mishit. Çfarë do të thotë të ecësh sipas frymës dhe të mos ecësh sipas mishit? Shumë serioze kjo, vëllezër dhe motra. Eci sipas frymës, kjo do të thotë se drejtohem nga fryma e shenjtë. Të çliruar nga mëkati, nënshtrohemi në Perëndin, atëherë ecim sipas frymës dhe atëherë nuk ka asnjë dënim për ne. Përse? Sepse ligji i frymës të shenjtë pra ka ligj në Dhjetën e Vjetër. Ligji i përsosur i lirisë. Ligji i frymës të shenjtë i jetës në Jezu Krishtin, ky ligj i përsosur pra i lirisë më çliroi, thot apostulli Paul, që ishte izraelit, më çliroi nga ligji i Dhjetës të Vjetër, që ishte ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Përse? Sepse ishte e pamundur që njeriu në mish të mund të realizonte dhe të bënte ligjin e Dhjetës të Vjetër. Për këtë arsye, ati Perëndi dërgoi birin e tij të vetëm lindurin me shëmbëltyr të prej një mishit mëkatar, por e dërgoi edhe për mëkatin, kështu të mund të dënoj mëkatin në mish të njeriut. Shumë serioze
ky mister dhe ky sekrete që ati Perëndia dërgoi Krishtin si njeri, Krishtin Jezus, në mënyrë që ta dënoi mëkatin në kryq të Golgotës, pra ta mohoi mëkatin, ta mohoi djallin në mënyrë që njeriu tani më të jetë i çliruar nga mëkati, që të mundet, nëse don, të nënshtrojë veten e tij në Perëndinë. Mundet edhe mos të nënshtrohet sepse është i lirë, bën çfarë të dojë, bën çfarë t'i pëlqej, bën atë që mendon. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Nuk do të ecim sipas lakmisë të mishit, të bëjmë të gjitha sa na pëlqejnë, as sipas dëshirës të zemrës tonë të bëjmë çfarë të duam, por shumë më tepër edhe sipas krenarisë të jetës që të bëjmë atë që të duam. Sepse një njeri i tillë nuk do të ketë fryt për shëtrim dhe në fund as do të ketë jetën e përjetshme. Pra shumë serioze gjëra që na i mëson fjala e Perëndis për frymën e shenjtë. Sepse fryma e shenjtë nuk është diçka, është personi i tretë i Trinitetit Perëndi. Është vetë Perëndi që lavdërohet me Atin me Birin, kështu lavdërohet edhe fryma e shenjtë. Dhe Ati Perëndi e tregon dashurinë e tij ndaj njerëzve, ashtu sikur se thotë se kaq shumë e deshi Perëndia njeriu, saqë nuk e kurseu Birin e tij të vetëm lindrin, por e dërgoi për shpëtimin e njerëzve. Jezu Krishti erdhi dhe vdiq duke u bindur plotësisht deri në vdekje të kryqit. Vdiq i pa mëkati për shkak të mëkateve tona. Dhe kështu dërgoi frymën e shenjtë, e cila del nga Ati Perëndi, sepse Krishti është ai që pakzon me frymë të shenjtë dhe zjarr. Dërgoi ngushëlluesin që të drejtoj, vetëm ngushëlluesi mundet të më drejtoj, të të drejtoj si persona, si familja, apo dhe si kish, të na drejtoj në çdo të vërtet. Vetëm ngushëlluesi. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra, që mësuesi jon dhe drejtuesi jon është Krishti. Por drejtues dhe udhëzuesi jon është ngushëlluesi, fryma e vërtetës, që na drejton në çdo të vërtetë. Dhe sipas mendimit tim të përulur dhe më rëndësishmja është që na zbulon të ardhmen. Të ardhmen e jetës tonë personale, të ardhmen e jetës tonë familjare dhe të jetës tonë në kish, por edhe të jetës të gjithë botës. Përse? Sepse ardhmja jonë mvaret nëse do të ecim sipas mishit apo sipas frymës. Po të ecim sipas mishit, vdekje. Po të ecim sipas frymës, jetë dhe paqe. Kaq thjesht janë gjërat. Dhe shpjegon. Ato që rrojnë në mish, mendojnë për gjërat mishore, por ato që rrojnë sipas frymës, mendojnë vetëm për gjërat e frymës të shenjtë. Sepse, dëgjoni vëllezër dhe motra, dëshira e mishit, që është dëshira e mishit? Bëj që të më pëlqej, çfarë të dua dhe si të mendoj. Dëshira e mishit është vdekja. Vetëm vullneti i frymës, i çliruar nga Krishti, duke i shërbyer Perëndis, bëj atë që i pëlqen Perëndis, vetëm fryma e bën këtë. Dhe kjo fryma pra është edhe jetë e përjetshme dhe është edhe paqe në Krishtin Jezus. Në mënyrë që të mbarojmë, nëse mund ta themi shpreh e tillë, që vullneti i mishit është armiqësi me Perëndin. Pra bësh armik i Perëndis, kush don të jetë sipas mishit. Nuk është e tmerrshme kjo. Mund të bësh mik me Perëndin, nëse bën atë që të thot Perëndia, sikurse Abrahami, mik me Krishtin, nëse bën të gjithë ato që të urdhëron Krishti ty. Por mundesh të jesh edhe armik, edhe i Perëndis, edhe Jezu Krishtit. Në qoftë se nuk drejtohesh, rron sipas frymës, por nuk ec sipas frymës, nëse nuk drejtohesh nga fryma e shenjtë.
Pra kush është mishor është armik i Perëndis, sepse në ligjin e Perëndis të dhjatës të re nuk nënshtrohet dhe as nuk mundet. Të gjithë sa rrojnë sipas mishit, sot është shumë serioz mesazhi, vëllezër dhe motra. Dhe pyetja është, unë sot doja të veja të dëgjohen dëshmit, por erdhën vëllezër dhe më thanë jo, dhe thash edhe unë jo që të dëgjohet fjala e Perëndis, dhe shumë serioze kjo. Vëlla dhe motër, a e din për veten tënde nëse ecën sipas mishit? Nëse ecën sipas mishit, do të vdesësh, nuk ke jetë të përjetshme. Vetëm nëse ecën sipas frymës, do të kesh jetë të përjetshme. Dhe dini diçka, fryma e shenjtë është frymë diturie. Do më thënë, kur zgjodhen 7 djakët që t'i shërben kishës, cila ishte karakteristika e tyre? Karakteristika më bazë ishte që të jenë të mbushur me frymë të shenjtë dhe me dituri. Kush është ai që jep dituri njeriut? Fryma e shenjtë. Dhe ç'është kjo dituri? Di se çfarë duhet të bëj. Fillimi i diturisë është frika e Zotit. E di se çfarë duhet të bëj. E di se çfarë duhet të bëj në marrëdhënien time me gruan, apo gruaja me burrin, me fëmijët, me Zotin në kishë, pra frymë diturie. Frymë mençurie, pra di se si do t'ja arri që të eci sipas vullnetit të Perëndis. Di se çfarë dhe di edhe se si. Frymë këshille. Nuk është se di se çfarë dhe se si, por fryma e shenjtë më jep edhe mundësinë që të dua ta bëj. Të kem vullnetin, domethënë të bëj atë që don Perëndia me mënyrën që don Perëndia dhe ashtu sikur don Perëndia, dua. Pra frymën gjithashtu dhe frymën e forcës, të fuqisë. Pra dua dhe mundem, sepse nëse nuk kam frymën e shenjtë, nuk kam forcën. Të mrekullueshme nuk janë karakteristikat e frymës të shenjtë, apo mua më duket? E di pra çfarë duhet të bëj, e di se si duhet t'i bëj, atë që don Perëndia pra. Di dhe dua ta bëj, atë që më zbulon Perëndia, dhe mundem ta bëj, frymën e forcës, frymën e fuqisë, por edhe frymën e njohurisë. Do më thënë, dhe frymën e frikës, do më thënë, kam frikën e Perëndis dhe respektoj edhe njerëzit. Do më thënë, çfarë jam kështu? Jam njeri i shenjtë i Perëndis, me frikë të Perëndis dhe me respekt ndaj njerëzvet. I dua, ju nënshtrohem njerëzvet. Frymë dituriet. Tani këtu futemi në thellësitë e Perëndis. Pra njoh thellësitë e Perëndis sipas zbulesës. Vetëm me frymën e shenjtë. Dhe dini, të dashur vëllezër dhe motra, se në kishën e Pentekostis, në çfarëdo kishe që të ketë frymën e shenjtë përfundimisht, të gjithë njerëzit kanë njohuri, pra njohin të vërtetën. Din se si, se kur, se çfarë do të bëhet, se si do të bëhet, se kur do të bëhet, se si duhet të jem. Por edhe të shtatën dhe më të rëndësishmen, frymën e frikës të Zotit, dhe mundësisht me bën edhe të frikshëm përpara Perëndis në mënyrë që të mos gjykoj kurrë, as sipas shikimit dhe as sipas dëgjimit, por të gjykoj vetëm sipas zbulesës të Perëndis nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të shenjtë. Kështu pra del përshtypja.
Ju pra vëllezër, nuk jeni të mishit, por jeni të frymës të shenjtë. Dhe pyetja këtu është, a jam i mishit apo jam i frymës të shenjtë? Dhe si du ta di nëse jam i frymës? Dhe shpjegon, nëse fryma e Perëndis banon në ju, pra më pagzoj Zoti me frymën e shenjtë. Por a lavdërohet fryma e shenjtë në jetën time? Apo mërzitet fryma e shenjtë në jetën time? Do më thënë, e bëj vullnetin e Perëndis, apo jam kalimtar dhe bëj çfarë të dua? Dhe fjala e Perëndis thot, mos e trishtoni frymën e shenjtë me të cilën u vulloset për ditën e shpengimit tuaj. Do ta shohim se cila është kjo dita e shpengimit. Tani këtu e thot. Pra, nëse fryma e shenjtë jo më pagzoj, por nëse banon në mua, erdhi, më pagzoj, hyri dhe qëndron. Nuk e shuaj, nuk e mërzis, nuk e shuaj dhe nuk ikën. Perëndia të na ruaj. Duhet pra të jemi plot me frymë të shenjtë dhe me dituri, stati i parë. Plot me forcë të frymës të shenjtë, ashtu sikurse ishte dhe dua ta shohim në kishën e parë apostolike, diakonët, dhe lexoj tek Veprat e Apostujve, thotë se ishin të mbushur me frymë të shenjtë dhe me dituri. E para gjë, pra të pagzuar me frymë të shenjtë, të mbushur me frymë të shenjtë dhe nga fryma e shenjtë kishin diturinë. Pastaj të mbushur me besim dhe me frymë të shenjtë, përsëri pra dhe besimin nëpërmjet frymës të shenjtë. Pra shkalla e dytë e frymës të shenjtë. Dhe futemi në të tretën të frymës të shenjtë që kishte Stefani, njeri plot besim dhe frymë të shenjtë me fuqi, forcë të frymës të shenjtë, sepse Stefani që ishte bënte shenja dhe mrekullia të mëdha në mes të popullit. Pra tre state, plot me frymë të shenjtë dhe dituri, plot me besim dhe frymë të shenjtë dhe përsosmëria që thot fryma e të mbushur me besim dhe me forcë të frymës të shenjtë. Dhe vi përsëri tek ajo që del si përshtypje, duke thënë se ju nuk jeni të mishit por të frymës, vetëm në qoftë se banon në ju fryma e shenjtë. Por nëse dikush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Dhe cila është fryma e Krishtit? Qoftë në ju, thot, vullneti që ishte në Krishtin Jezus, i cili edhe pse në trajt Perëndiet nuk mendoi se ja moren atë që kishte, që ishte Perëndi, domethënë, i pari që na mësoi që mohoi veten e tij ishte fjala e Perëndis që u bë nga Perëndi, u bë jo se u bë tjetër person, por u bë edhe Perëndi edhe bir njeriu. Dhe si u bë kështu? U bë duke boshuar veten e tij nga lavdia që kishte, e mohoi pra veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, kush do të më ndjek mua, do të mohoj veten e tij, të bëhet shërbëtor, të marrë trajt shërbëtorie, dhe duke u gjendur sipas shërbëtorit, atëherë përuli veten e tij me atë karakteristikë të veçantë dhe me përsosmërinë e përuljes. E përuli veten e tij duke u bërë i bindur tek Ati qiellor deri në vdekjen në kryq. Cila ishte pra përsosmëria e përulësisë? Ishte nënshtrimi i plot në Ungjillin e Jezu Krishtit. Përsosmëria e plot. Nuk them se nuk bëj, nuk mendoj, nuk dua, se jo unë, por Zotin e mua. Aleluja. Jo pra se bëj unë,
jo unë, por Zotin në mua. Për këtë arsye dhe lartësoj veten e vet dhe i dha atij emër mbi çdo emër, që të gjithë të dëshmojnë fuqitë qiellore, toksore dhe nëntoksore se Jezu Krishti është Zoti i zotërve dhe mbret i mbretërve. Dhe tani hym në përshtypjen përfundimtare. Tani nëse se Krishti banon në ne, do me thënë nëpërmjet frymës të shenjtë, atëherë trupi jon është i vdekur për shkak të mëkatit. Dhe nëpërmjet frymës të shenjtë i gjallë për drejtsinë e Perëndisë. Ky është i krishterë, i vdekur për mëkatin, për botën, për të gjitha, dhe i gjallë për për drejtsinë e Perëndisë. Në qoftë se, shikoni tani, në qoftë se banon në ne fryma e atij që ringjalli Jezu Krishtin nga të vdekurit, e përsëris, nëse banon, jo me pakzoj dhe mbaroj, por me pakzoj dhe banon në mua dhe shtohet në mua, që të banoj në mua fryma e shenjtë. Dhe kështu bëhet gjithnjë dhe më e fortë fryma e shenjtë. Shohim frymë të shenjtë dhe mençuri, frymë të shenjtë dhe forcë, ta lexojmë mos ta them përjashta, frymë besimi dhe frymës të shenjtë dhe frymë besimi dhe të forcës të frymës të shenjtë, do me thënë të shtohet forca e frymës të shenjtë në ne, dhe e përsëri, duke lexuar. Nëse Krishti që banon në ne, trupi jon është i vdekur për shkak të mëkatit, por fryma është e gjallë për drejtsinë e Perëndisë. Nëse banon në ne fryma, atëherë dhe vetëm atëherë ai që ringjalli Krishtin Jezus nga të vdekurit nëpërmjet frymës të shenjtë do të jap jetë edhe trupave tonë të vdekur. Ky trup i vdekur do të vesh pa vdeksin, i prishur do të vdesh pa mosprishjen në ditën e rrëmbimit. Pra, të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të paret, kurse vëllezërit të gjallë në Krishtin do të rrëmbehen për të takuar Zotin në ret, sepse trupi i vdekur do të vesh pa vdeksin dhe trupi i prishur do të vesh mosprishjen. Atëherë ai që ringjalli Krishtin për të vdekurisht do t'u jap jetë edhe trupave tonë të vdekshëm me anë të frymës që banon në ne. Pra si do të marrim pjesë në rrëmbimin e kishës? Nëpërmjet frymës të shenjtë, në qoftë se banon duke ushtuar në ne. Amen, vëllezër dhe motra. Atëherë do të marrim pjesë në rrëmbimin e kishës. Për këtë arsye, çfarë them gjithmonë kur dikush pakzohet me frymën e shenjtë? I them, tani që do të shkosh në shtëpinë tënde, merr një letër dhe shkruaj kërkesat e tua. Kërkesa e parë të marrësh pjesë në rrëmbimin e kishës. Pastaj, kërkesat e tua personale dhe familjare. Pastaj, kërkesat e tua në kishë dhe pasi të kesh shkruajtur, vazhdo të flasësh gjuhra që të lutet fryma e shenjtë për kërkesat e tua dhe çfarëdo që ti kërkosh atë ditë të veçantë që të pakzoj Zoti me frymën e shenjtë, të gjitha ka për të t'i dhënë, mjafton që të vazhdosh të banoj me forcë fryma e shenjtë në ty. Kështu pra, nuk jemi dëpitor të mishit, por jemi dëpitor të frymës të shenjtë. Në qoftë se nëpërmjet frymës të shenjtë do të vrasim veprat e trupit të mishit tonë. Por nga që të gjitha ato që kontrollohen nga fryma e shenjtë janë bij të Perëndisë, sepse nuk kemi marrë një frymë robërie që të kemi përsëri frikë, por kemi marrë frymën e birërisë. Pra na birëroi Perëndia. Na bëri bij të Perëndisë sepse pranuam Krishtin. Pushtet është ky që të jemi bij të Perëndisë. Nuk morëm frymë robërie apo frike, por kemi marrë frymën e birërisë, sepse tharrasim nëpërmjet frymës të shenjtë, Aba o Atë, i dashur Atë pra,
tek kush lutemi? Nëpërmjet frymës të shenjtë lutemi tek Ati jon Perëndi. Dhe dini se çfarë thot? Jemi të dobët, kemi dobësi, mos ki frikë. Ngushëlluesi i kupton dobësitë e tua dhe sëmundjet e tua akoma. Dhe kur ti kuptoj, shkon dhe ndërmjetëson për këto dobësi të tonat. Dhe Ati Perëndi që njeh mendjen e frymës e din se sipas vullnetit të Perëndis ndërmjetëson dhe ndërmjetëson vetëm për të shenjtët, për shenjtënorët. O Zot Perëndi, në mënyrë që nuk keni marrë frymë robërie që të keni përsëri frikë, pra, por keni marrë frymën e birisë që thërret o Ati jon qiellor nëpërmjet frymës të shenjtë, me gjuhra të panjohura. Atëherë, vetë fryma e shenjtë që banon në ne, dëshmon me frymën tonë se me të vërtet jemi bijë të Perëndis. Si dëshmon me frymën tonë? Kur të lutem dhe vërtetohet lutja ime me anë të frymës të shenjtë, kur lutem dhe mbushem me frymë të shenjtë dhe marr forcë në mënyrë që të jem dëshmitar i Jezu Krishtit, atëherë kuptoj se jam bir i Perëndis ose bij e Perëndis. Dhe po të jem bir ose fëmijë i Perëndis, jam edhe trashëgimtar i Perëndis, bashkë trashëgimtar i Jezu Krishtit, por me një kusht përfundimtar. Që ose do të jesh bir ose bij i Perëndis, trashëgimtar i Perëndis dhe bashkë trashëgimtar i Jezu Krishtit, duhet që të vuash bashkë me Krishtin në mënyrë që të mund të bëhesh pjesëtar i lavdisë të tij. Të bashkëvuash të gjithë, vetëm ato që duan të jetojnë në frymë do të përndiqen. Vetëm nëpërmjet shumë pikëllimesh do të hyjmë në mbretërinë e qiejve. Atëherë pra nuk është që u shmangemi pikëllimeve tona duke e ditur se ne mburremi në pikëllimet tona. Nuk kemi turp për pikëllimet dhe largohemi, por mburremi në pikëllimet tona sepse e dim se pikëllimi vepron për durim, durimi vepron për sprovim, sprovimi vepron për shpresë dhe shpresa nuk të turpëron sepse dashuria Perëndisat derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Në mënyrë që tani më nuk jemi njerëz që duam me dashurinë e pa vlerë njerëzore, të duam vetëm familjen tonë dhe nëqoftë se duam, apo vetëm gruan tonë dhe nëqoftë se duam, por jo, i duam të gjithë njerëzit. Duam armiq tonë, ato që na urrejnë, ato që na akuzojnë, ato që na mundojnë. Përse? Sepse dashuria Perëndis atë derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe atëherë bashkëvuajmë me Krishtin dhe bëhemi pjesëtar të lavdisë të Krishtit. Pjesëtar të lavdisë të Krishtit. Mund ta fantazosh këtë? Kur e lexoja këtë, nuk e fantazoja dot. Të bëhem pjesëtar në lavdinë tënde, unë o Zot. Unë i pa vleri, i pa forci. E din çfarë do të thotë të jesh pjesëtar i lavdisë të Krishtit, të marr pjesë në lavdinë e Krishtit, në lavdinë e Jezu Krishtit, që të cilit ju dha emër mbi çdo emër, përpara të cilit do gjunjëzohet çdo gjuhë, qiellor, toksor dhe nën toksor, dhe çdo gjuhë do të rrëfej atë Zot, dhe unë bëhem pjesëtar i lavdisë të Tij. O Zot Perëndi. Dhe të gjitha këto janë vepër e frymës të shenjtë. Në qoftë se e respektojmë, në qoftë se duam frymën e shenjtë, në qoftë se adhurojmë dhe mbushemi me frymë të shenjtë çdo ditë, jo 3 minuta apo 5 minuta, nuk lutemi që të themi 5 minuta, 2 minuta gjuhra dhe të themi hajde në rregull jemi, por jo, kur të lutemi do të thotë lutem me mendje, do të lutem edhe me frymën. Me mendjen time ato që di unë dhe fryma do të lutet ngushëlluesi për ato që unë nuk i di se si dhe se çfarë të lutem.
Pra të lutet ai që njeh gjithçka. Amen vëllezër dhe motra. Shumë e rëndësishme dita që është e përkushtuar në frymën e shenjtë. Për këtë arsye ju lutem, të gjitha sa lexuam, lexoni përsëri, edhe unë do të shkoj të lexoj përsëri. Lexojeni në mënyrë që të dimë forcën e frymës të shenjtë, se kush është. Perëndia të na drejtoj, të na udhëzoj dhe të na mbush me forcën e frymës të shenjtë. Zoti të na bekoj.